Strukturat e Komisariatit të Policisë Sarand kanë vijuar me kontrollet intensive në gjithë qarkun, duke goditur 2 raste të paligjshmërisë. Gjatë një operacioni të koduar për goditjen e aktiviteteve kriminale, shërbimet e policisë arrestuan shtetasin me iniciale FG, 21 vjeç, pasi gjatë kontrollit fizik në lagje numër 1 ju sekuestrua një sasi e konsiderueshme lëndë narkotike e llojit cannabis sativa. 21 vjeçari dyshohet se shpërndante lëndë narkotike në doza, kryesisht në lokalet e natës në qytetin e Sarandës. Ndërkohë, gjatë një tjetër operacioni, shërbimet e policisë kanë ndaluar automjetin tip Audi dhe në kontrollin e tij kanë gjetur një armë sportive të markës Gamo, të mbajtur pa lejen përkatëse. Poseduesi i armës, shtetasi me iniciale AH, 44 vjeç, banues në Sarandë, është proceduar penalisht për mbajtjen e armës pa leje. Në të dyja rastet, armët dhe lënda narkotike u sekuestruan në cilësinë e provave materiale. Këto materiale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.